إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdrimet qofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër, me lejnë Allahu xhalla wa ala, vazhdojmë me serin ton të ligjëratave rreth burrave të cilët Allahu xhalla wa ala i dashti për ta shoqëruar njeriu më të dashur të tij. Ata me të cilët Allahu xhalla wa ala ka qenë i kënaqur. Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu u kënaq me ata dhe ata u kënaqën me Allah. Fjala është për disa sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi ata të cilët në xheneti i priti me emër. Ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ishte gjallë i përgëzoi me xhennet. Kemi përfunduar 10 të përgëzuarit me xhennet që janë përmendur një hadith. Pastaj kemi përfunduar biografinë e Bilalit radhiyallahu anhu, biografinë e Salman al-Farisiyut radhiyallahu ta'ala anhu, ndërsa sot me lejen e Allahu xhalla wa ala do të ndalim disa minuta të pakët me një sahabi apo thënë ndryshe me një familje shahidësh, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhennet sa ishte gjallë. Ammar ibn Yasir, babai i tij Yasiri edhe nona e tij Sumeja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilën e shënon Imam Tirmidhiu thotë: "Ishtaqatil jannatu li thalath." Xheneti është përmalluar për 3 njerëz: Aliun, Selmanin e prej tyre përmend edhe Ammarin me një transmetim. Hadithi është hasan. Hadithi është hasanun gharib. Thot Tirmidhi rahimahullah, pasi e përmend këtë hadith, wa hadha hadithun hasanun gharib. Ky hadith është i mirë, edhe është i prej llojit të haditheve të pranuara. Përveç saj, përveç këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi me xhennet atë dhe familjen e tij në disa raste të tjera, siç do ta shohim me lejen e Allahu xhalla wala. Kush është Ammar ibn Yasir? Paraprakisht, para se me fol për Ammarin radhiyallahu ta'ala anhu dhe biografinë e tij, është mirë një pasqyrë të shkurtër për familjen e tij. Yasiri, baba i Ammarit, nuk është mekas. Mirë po ka ardhur prej Yemenit. Ka ardhur prej Yemenit me hulumtu për vllain e vet të humbur. Këti ka humbur një vlla më herët. E ky bashkë me vllaun e tij Harithin edhe vllaun e tij Malikun, që të tre nisën me e kërku vllaun e vet të humbur, derisa të mbërrin në Mekë. E kërkojnë rrugës, ka ardhur në transmetimin e për librat të historisë se nuk ka njeri që kanë takuar gjatë rrugës vetëm se kanë pyet për vllaun e vet që ka humbur më herët. Nuk kanë hasë në asnjë vend.
Kur kanë ardhur në Mekë, kanë qëndruar disa ditë së bashku, pastaj Harithi dhe Maliku po kthehen për në Yemen, ndërsa Jasiri vendos me qëndru në Mekë. Përshkruhet se dashuria e tij për Mekën ka qenë e madhe. Ju e dini se shtëpia e shejt Qabeja ka qenë e njohur edhe para Islamit. Njerëzit ja kanë mësy Qabës për adhurim, qysh kanë ditë me adhuru Zotin atë kohë. Edhe Jasiri qëndron në Qabe, qëndron në Mekë, mirë po në atë kohë sistemet se si kanë jetu njerëzit nuk ka qenë e lehtë me një ambient beduinësh, me një ambient tillë me jetu një njeri i huaj, që nuk ka fes e nuk ka kabile. Atëherë është detyru kjo me bo miqësi me dikon, apo me hinë mbrojtjen e tyre. Kush ka qenë aj? Ka qenë Ebu Hudhejfe el-Makhzumi. Kjo Ebu Hudhejfe el-Makhzumi e ka morë, që me thonë në mbrojtjen e vetë, në miqësinë e vetë kanë Jasirin. Jasiri ka qenë njeri i mirë, shtu përshruhet, punëtor, i urtë, deri sa Ebu Hudhejfe ja marton për Jasirin një prej robreshave të veta që e ka pas emrin Sumeje. Një prej robreshave të veta që e ka pas emrin Sumeje. Don Allahu Gjelle wa Ala që me lidhjen mes Jasirit edhe Sumejes të linë një voglush, cilin e emërtuan me emrin Ammar. Atëherë kur lindë Ammari, zotriu i tyre, zotriu i Sumejes Ebu Hudhejfe eliran Sumejen prej robëris, e që të kjo familje tani më bashkohen dy gëzime. Gëzimi i parë, lirimi prej robëris, edhe gëzimi i dytë që Allahu i furnizoi me Ammarin. Ka ardhur në librat e historisë se Ammari radiallahu ta'ala anhu ka qenë mocanik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kana tirban lin-nabi alaihi salatu wasallam. Kështu ka ardhur. Ka qenë mocanik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ammari rritet në këtë ambient, rritet në Mekë, po e njeh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po i njeh Mekkasit, po e njeh ambientin ashtu, deri sa Allahu Gjelle wa Ala ta dërgon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Ta dërgon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Mirë po kur e përshkruajnë Ammarin radiallahu ta'ala anhu fizikun e tij, se kemi kaluar edhe te sahabit e tjerë, është përmend se ka qenë i gjatë, ka qenë zeshkan, syt i ka pas të zi, ndërsa të bartë e syve ka qenë e qartë. Ka qenë i gjonë sufët e ti, kështu e përshkrujnë, me mjekër të gjatë dhe nuk i kanë gjëros mjekër në ti radiallahu ta'ala anhu. Ammari rritën këtë ambient, deri sa Allahu Gjelle wa Ala ta dërgon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar. Përhapet lajmi se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po thret me një zot, edhe po thret me i braktis zotrat idhuj të cilët adhurohen për zotra. Ammari radiallahu ta'ala anhu pa një pa dy e pranon islamin. Bile konsiderohet prej të parëve që ka pranu islamin edhe ja ka dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se ka pas hyrë në shtëpinë e Al-Arqam ibn Al-Arqam. Ju e dini se kur ka ardhur fillim shpallja, pak njerëz e kanë pranuar islamin, pastaj pejgamberi ka hyrë te shtëpia e Al-Arqam ibn Al-Arqam dhe kush e ka pranuar islamin ka shkuar te ai. Ammari radiallahu ta'ala anhu si dëgjon për pejgamberin, shkon te ai, e paraqet para ti, thot, o Muhammed, kam dëgju se ti po thret këtë, edhe në këtë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja ka shtjelluar dhe ja ka shpjeguar çështjet kryesore të islamit. Ammari pa më dysh e ka pranuar islamin. Përcjellet se është thonë awwalu man adhhara islamahu sab'a. 7 njerëz ka qenë prej të parëve që kanë
shfaq islamin e tyre. Prej tyre ka qenë edhe Ammar ibn Yasir, ka qenë Abu Bekri, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tjerët krejt kanë qenë në shmethonën jo me kali. Për pejgamberin thotë ka mbrojt mingja i tij Abu Talibi. Për Abu Bekrin e ka mbrojt familja e tij. Ndërsa për Ammarin, Bilalin e tjerët s'ka pas kush i mbron, edhe ju janë nënshtru torturave marramendse. Janë nënshtru torturave marramendse vetëm se kanë pranu islamin. Kur dëgjojnë se Ammari e ka pranu islamin, fillimisht Ammari radhiyallahu ta'ala anhu pas e pranon islamin, ja paraqet nonës vet Sumejës. Pa me dyshë Sumeja pranon me njëherë. Pas e ja paraqet islamin babës vet Jasirit. Edhe Jasiri e pranon islamin me njëherë. Edhe me dëgju pa besimtarët e Mekës i marrin edhe i qesin shkretin. Bilalin, familjen e Ammar ibn Yasir edhe disa të tjerë. I kanë vesh me prazmore të hekurta. I kanë qinë shkretin, i kanë rrahë të në ditën. Sa që përmendet, po sa që është për Ammarin e familjen e tij, sa që edhe likura ju ka qa prej nxehtësis, edhe i ka rjedh gjak, i kanë kthy mbromje prap të nesëmët, nesëmën i kanë kthy të njëjtën dënim. Deri sa një ditë prej ditëve Abu Jehli ka qenë të kalu pran nonës tij, mirë para prakish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa në këtë gjendje. Edhe ju ka thonë, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul janna. Bani sabër o familja Jasirit, se vendi juaj në ahiret është xheneti. Sabran ala Yasir. Bani sabër se vendi juve në xhenet është, vendi juve në ahiret është xheneti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Uthmani qëtë ngjarje, bile në kohë njëherë me disa sahabin Batha me një lugin të Mekës, thot më kujtohet. Kur ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë Jasirit, ka qenë duke u torturu shumë. Ka thonë o Muhammed, kështu e pas ka jeta. Haka va dehru. Ka thonë kështu e pas ka jeta. Amo jo që kanë dyshu në besimin e tyne. A pejgamberi ja thot qëtë hadith. Bani sabër se vendi ju ka me qenë xheneti. Një ditë prej ditëve Abu Jehli kalon pranë Sumejës, nonës Ammarit. Sumeja ka qenë duke u torturu. Edhe Abu Jehli e ka fy. Ka ardhur në disa transmetime Sumeja e ka pshty në fytyrë. Pastaj çka ka bo? Ka morë shtizën i mallkuari, apo i thonë shtizë kësaj. Edhe ka godit në organin gjenital të saj. E ka mbyt. Edhe me mbytjen e saj, radhiyallahu ta'ala anha, konsiderohet shahidja e parë në Islam. Shahidja e parë në Islam është nona Ammarit. Pastaj kanë kalu edhe kanë myt edhe Jasirin. Paramendoni vëllezër, një njeri duke u torturu, me pa nonën e vet qysh po i mbytet, me pa babën e vet qysh po i mbytet, çka javë mërmenja, çka kish bo njeri këto momente. Pastaj e kanë morë Ammarin, e kanë torturu, kanë thonë fyje Muhammedin. E ka fy. Kanë thonë, lavdroj zotrat tonë. I ka lavdru në disa transmetime. Ka ardhë. Atë shumë e kanë rrahë Ammarin që s'ka ditë më çka po flet. Edhe vetë dijen e ka hupë.
Mirë po me krejt këto tortura, çka ja kanë bo, edhe fjalën që ka thonë, kur ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu dridh e tu qajt, ka ardhur disa përshkrimet kësaj ngjarje, thot nuk e ka ngrit as ftyrën me e shiku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka thonë këtë gjendje, i ka thonë çka ka ndodhur Ammar. Inshallah s'ka ndodhur diçka e keqe. Ky i ka ardhur turp me këshyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sharrun ya Rasulallah. Ka ndodhur diçka shumë e keqe. Cila është ajo? Thotoj dërgumi Zotit, të kam fy ty e i kam lavdru zotrat e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, a ka ndodhur kjo? Ka thonë po ja Rasulallah. Pastaj ka përshkruar Ammari. Ka thonë dërgumi Zotit, më kanë torturu kështu, e kështu derisa u detyrova me thonë këtë fjalë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë, kejfe tajidu qalbak? Qysh po e gjen zemrën tënde? Zemra jote apo rahatohen që të fjalë që e ke fola jo? Ka thonë ja Rasulallah kur. Mirë po mundime që ju kanë bo, kanë mpru mua deri në çet drejtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë thonë në komentatorët e Kuranit se Allahu këtë ngjarje e ka zbrit, këtë ajet e ka zbrit për shkak të Ammar ibn Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nuk ka të keqe për ata njerëz të cilët nëse torturohen edhe ju imponohet me thonë fjalën e kufrit, nuk ka të keqe nëse e thojnë. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, nëse ata kthehen, ktheu aty. Nëse torturojnë prap, edhe detyrojnë me thonë këtë fjalë, thuje prap. La ilaha illallah. Vëllezër, Ammar ibn Yasir, ta keni parasysh, nuk ju kanë mjaftu torturat e mëdha që ja kanë bërë këtij burri, derisa ja kanë vu edhe flakën. Edhe kanë ndjek trupin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku pranë tij edhe i ka thonë ja naru kuni bardan ala Ammar kama kunti bardan ala Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë edhe shpëtim për Ammarin, sikur je bëhu i ftohtë edhe shpëtim për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pastaj e lirojnë Ammarin, edhe qashtu ka jetu në Mekë, derisa i ka ardhur urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me bëu hijret. Ammari radiallahu ta'ala anhu është gëzu shumë, edhe bashkë me shokët e tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpërngul për në Medinë. Pejgamberi alaihi salatu wasallam Ammarin e ka dash shumë e ka dash. Sa herë kur e ka pa ka thonë marhaban bit tayyib al mutayyib. Mirë se vjen o i mirë edhe i stolisur me mirësi. Edhe ka thonë pasha Zotin, Ammari është i mbushur i tëri me iman edhe besim. Prej kokës ti e deri tek mojet e gishtave. Veç besim reflekton këtë njeri. Kur s'ju ka da mo pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kur nuk ju ka nda pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ammari radiallahu ta'ala anhu ka luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Bile njihet prej sahabeve që ka luftu njerëzit, që i ka luftu njerëzit edhe xhenet. Që i ka luftu njerëzit edhe xhenet. Ka ardhur një hadith të cilën e shënon Ibn Sa'di, cilën e shënon Ibn Sa'di në Tabaqat al-Kubra, transmetuesit e vargut
burrat e vargut transmetimit krejt janë besnik. Përveç një problemi të vogël që është ajo një shkencën e hadithet anet Hasan. Thot Hasani radhiyallahu rahimahullah Hasan al-Basri transmeton prej Ammarit i cili thot: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنس والجن. I kam luftu me pejgamberin alayhi salatu wasalam njerëzit edhe xhinët. Qila o kejf, e që ke luftu gjinët? Thot, isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe zbritu me një vend, pastaj e mora thot një kof, edhe shkova me mbush ujë me një pus. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më tha: ama innehu sejetika ala al-ma'i atin yemna'uka minhu. Dije se kur shkesh te çaj pus atje, ka me të ardhur dikush që ka me të pengu ty, edhe nuk ka me të lënë me mbush ujë. Thot Ammari, po sa arrita te këpusi, edhe dashta thot me mush uj, pa prit mas thot më shfaq një njeri i zi. Edhe më tha, pasha Zotin, nuk ke me mush të uj sot në këtë vend. Edhe më ka kap, thot, më largu prej pusit, thot, kam fillu, jam ka cafyt me ta, thot, fasara'tuhu. Edhe kam rëzu. Pastaj e kam marr një guri, thot, me dorë, edhe thot ja kam do kokën edhe hunën e tij, thot ja kam qa. Pastaj e musha thot ujin edhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi më pyeti: hal ataka ala al-ma'i ahad? At erdhi dikush te uji me të pengu? I thash po, i dërgumin e Zotit. Edhe ja tregova ngjarjen që ndodhi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti: e tadri men hu? A e din kush është ai? Thash jo, i dërgumi i Allahit. Tha, ajo është shejtani. Këtë ngjarje shënon Ibn Sa'di në at-Tabaqat al-Kubra. Tabaqat al-Kubra. Pastaj gjithashtu e shënon Imam Ahmedi rahimahullah Hakimin në Mustadrekun e tij. Një hadith, e për këtë hadith al-Haythami rahimahullah në Majma' al-Zawaid, thot se burrat e vargut transmetimit janë që të gjithë besnik. Khalid ibn Walidi thot, e kam pas një problem me Ammarin. Kam pas një zënk me Ammarin, edhe thot, kam fol keq për ta, edhe nuk jam sill mirë. Ammari thot ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është anku për Khalid ibn Walidin. Me të dëgju pejgamberi alaihi salatu wassalam këta ka thonë: men aada Ammaran aadahu Allah. Kush e lufton edhe lëndon Ammarin, Allahu i ka shpall luftë atij. Wa man abghada Ammaran abghadahu Allah. E kush e urrejn Ammarin, Allahu do ta urrej ata. Khalidi thot: pas e kam dëgju këtë hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas gjë më dashur për mua se sa me kënaq Ammarin. Gjoja më dashur për mua ka qenë, thot, Ammari me qenë razi me mua dhe më kënaq me ta. Sahabite Ammari radiallahu ta'ala anhu përveç kësaj ka qenë njeri prej sahabije me dije dhe me takvallak. Ju e dini nomin e Abu Hurajrës radiallahu ta'ala anhu në hadith, që konsiderohet prej sahabive që ka transmetu hadithe mas shumëti 5374 hadithe nëse nuk gaboj.
Thot Khaythama ibn Abdurrahman, qultu li Abi Huraira. Që Khaythama thot, kam thonë Abu Hurairës, hadithni, më trego mu diçka. Thot mu përgjigj Abu Huraira, tas'aluni wa fikum ulama'u s-sahaba, po më pyet mua kur në mesin ton edhe në mesin tuaj janë dietarët e sahabeve, ulama'u ashabu Muhammad, që kështu thot, dietarët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wal mujaru min ash-shaytan Ammar ibn Yasir. Po më pyet mua kur në mesin e juve janë dietarët e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe janë ata burra të cilët kanë qenë të mbrojtur prej shejtanit, si Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën hijrat, Ammari bën hijrat me ta në Medinë, gëzohet shumë. I pari që ka vënu themele gur në themelet e xhamisë në Islam është Ammar ibn Yasir. Kështu përmendet histori. Ato ndërtu xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, krejt sahabit për bajnë kanë një tull, edhe të vënu atë të e drejtu në muri. Ammari radiallahu ta'ala anhu i ka 2 me vete, edhe ju ka ploros ftyra radiallahu ta'ala anhu. Ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka hek plurin prej ftyrës, edhe i ka thonë, vajhaka ja Ammar, a mirë për ty o Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghia, kanë me të mbyt një grup i rebeluar. Që të thotë? Kanë me mbyt një grup i rebeluar. Edhe vdes pejgamberi alayhi salatu wassalam, kalon koha e Abu Bekrit, kalon koha e Omerit, kalon koha e Uthmanit me krejt fitnet, vjen koha Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe tash ndodhin çka ndodhin, ndodh betejë e Siffinit mes Aliut edhe Muawijes. Qëtë hadith, taqtuluka al-fi'a al-baghiya, e kanë ditë sahabit. Prej tyre, Abdullah ibn Amr ibn al-As, edhe baba i tij Amr ibn al-As. Amr ibn al-As në Sham, në Siffin, kanë qenë onën e Muawijes. Ndërsa Ammar ibn Yasir ka qenë në onën e Aliut radiallahu ta'ala anhu, e Abdullahi të asnjë onës. Ka nejtë, s'ka morë pjesë luft, si kur shumë prej sahabe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndodh betejë, ndodhin kacafyqjet mes veti, vrahet Ammari radiallahu ta'ala anhu. Kur e sheh Abdullahi, shkon i thot Amrit, o bab, Ammari pasha Zotin është pyet. Si kur ka dasht mi thonë, se kur ka paralajmëru pejgamberi alayhi salatu wassalam, se taqtuluka al-fi'a al-baghiya, kanë betmyt një grup e rebeluar kundër khalifës. Tash kush me bja grup e rebeluar? Grup e Muawijes radiallahu ta'ala anhu. E që unë kam përmend gjithherë që në këtoj fitnë është mirë mos me u zhyt, se ka qenë me ijtihad sahabive. Unë kam thonë, shifni ata nuk kanë luftu për dynjokti, o konë ijtihad që kanë gabuen, ka gabu pa fije dyshimi, është ijtihad i Muawijes i gabun. Haki me krejt, si pas krejt ulemave të ehli sunetit, ka qenë me Aliun mirë po, për me vërtetu një gjohë dhe ma shumë o konë bytje Ammarin në safin e Aliut, radiallahu ta'ala anhu. Kër i ka kallëzu Abdullahi babës vetë Amrit, Amri është ndalë. Edhe ka ditë që çka bon. Ka shku te Muawije, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë, ja emir al-mu'minin, Ammari është mbyt. Edhe çka thot? Ammari është mbyt, qysh ka? Pejgamberi ka thonë kështu edhe kështu edhe kështu. Kanë me mbyt një grup i rebeluar. Thot se kanë mbyt une. E kanë mbyt Aisha ka ardhë me ta. Aisha e ka pruën këto, duka lëdu të Aliju, radiallahu ta'ala anhu. Mirë po si do që tjetë, Ammar ibn Yasir, radiallahu ta'ala anhu, mbytën betejën e Siffinit.
nuk nje historia islame ndonjë sahabi tjetër që e kam pranu islamin të dy prindët e tij përveç Abu Bekrit edhe Ammarit. Po flas këta sahabit e hershëm, të përgëzuarit me xhennet. Kështu me radhë, nuk ka tjerë që kanë pranu islamin të dy prindrit e tyre përveç prindrit e Abu Bekrit edhe prindrit e Ammarit radhiyallahu ta'ala anhu. Prindrit e Ammarit në fillim, ndërsa baba e Abu Bekrit krejt në fund. Në fund, kur e ka çliru pejgamberi alayhi salatu wassalam Mekën, ju e dini ngjarjen, edhe tash njerëzit kanë ardhur grupe me pranu islamin në qabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e bjen babën e vet Quhafen. Ka ardhur në transmetime i shtyr në mosh, i lodhur me mjekër të bardh, është përshkruar sikur vranësinat. Që vranësinat e bardha, e ka pa kur dalin dirë në kaner. Qashtu është përshkruar mjekër e tij. Edhe ka ardhur dhe ka vendosur dorën e tij mbi dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri është gëzuar shumë, po ka çajt. Thot kur e ka vendosur dorën e tij, baba i tij Quhafe, në dorën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, Abu Bekri ka çajt. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thonë, ja Abu Bekr, lau aqrarta ash-shaykha la atayna. O Abu Bekr, sikur ta kishe lënë në plakun shtëpi, na kishim shku te kjo, jo ai martëna. Pastaj Abu Bekri çon. Thot ma yubkike ya Abu Bekr. Pse po kanë Abu Bekr? Thot ja Rasulullah, lawadittu an yakuna yadu abi yadu ammik. وأن يقر الله عينك بإسلامي. O i dërgumi i Zotit, pasha Allahin, kisha dasht që kjo dora e babës tem me qenë dora e mingjës tënd, edhe Allahu me të kënaqë tyje me islamin e ti. Po kështu ka qenë caktimi Allahut Gjelle Gjelaluhu. Elusëm Allahu subhanahu wa ta'ala që të bëjë rahmet mbi këta burra të mëdhaj. E lusim Zotin që çdo vepër e mirë e muslimanëve pas tyre tjetë sadaka rrjedhëse për ta. Se sikur mos ishin këta burra, as na s'kishim me gëzu këtë islam sot. E lusim Allahun që të na bashkojë në xhennetet e tij të larta bashkë me këta, e atje nuk do të ketë ndarje. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.